Ndërsa Erion Veliaj është lënë në burg në masën e sigurisë, gjykata e posaçme po sot ka dënuar ish-kreun e bashkisë Himarës, Jorgo Goro. Për më tepër për këtë proces kam në linjë kolegun Edison Vatnikaj. Edison, për çfarë akuzohej Jorgo Goro dhe cili ishte verdikti i gjykatës? Të përshëndes edhe unë Katerina, Jorgo Goro akuzohej për shpërdorim të detyrës në 2 episode dhe mos deklarimi që ka bëri trupën e gjykatës posaçme dhe gjyqtarin Ardit Mustafa Raj, që në krahët e tij kishte prokurorin Olc Dado, i cili ka hetuar çështjen e Jorgo Goros, ta dënoi pikërisht me 3 vite burg, 3 vite dhe 1 muaj burg, që në aplikim të gjykimit të shkurtuar, ati i zbret në 2 vite e 20 ditë burg. Në fakt, një dënim tjetër kishte edhe për Vizir Gjikokën me 2 vite burgimi, gjykim të shkurtuar 1 vit e 4 muaj, si edhe për Jerasimo Basho me 3 vite burg dhe me gjykim të shkurtuar në 2 vite, janë këto 2 të fundit bashkëpunëtorët më të ngushtë të Jorgo Goros, të cilët kanë marrë pjesë në tjetërsimin e 2 sipërfaqeve tokës, për të cilën ishin për llogarit të burrit të Olta Xhaxhkës Artan Gaçi, që më pas mori dhe statusin e investitorit të strategjik. Në kallëzimin e bërë nga kandidati fitues i koalicionit Bashkë Fitojmë të asaj kohe, Fredi Beleri për Bashkinë e Himarës, akuzoi pikërisht Jorgo Goron me një kallëzim të depozituar nga qelia e burgut, që kishte tjetërsuar sipërfaqe toke në 2 sipërfaqe që arrinin arrin pak në 10.000 m2 sipërfaqe toke, që ishin njëra që ishte tjetërsuar dhe tjetër që ishte bivendosur për t'u bashkuar të dyja së bashku dhe për t'ia dhënë dhe një farë mënyre një shumë të blerë nga ana e shoqërisë shoqërisë Artan Gaçit, me qëllim investimin e një resorti në zonën e Gjilekës në Himar. Nga ana e prokurisë posaçme janë ngritur në fakt pretendimet mbi bazën e kallëzimit të bërë nga Fredi Beleri, që 2 sipërfaqe toke me rreth 5.000 m2 në Dërmi ishin regjistruar me dokumente të falsifikuara, ndërsa pikërisht njëra prej sipërfaqeve me dokumente të falsifikuara, ndërsa sipërfaqja tjetër ishte me mbivendosje, çka arriti të zbulojë në fakt edhe mënyrën se si ishin vepruar sipërfaqet pas regjistrimit ishin vendosur në emër të një personi të quajtur Stavri Mëhidhi dhe u blen nga kompania që pikërisht, siç e thashë më sipër, ishte nën pronësi të Artan Gaçit, ishte deputet, por nga ana tjetër edhe kishte marrë statusin nëpërmjet kësaj sipërfaqe toke dhe statusin e investitorit të strategjik. Në fakt, vetë Artan Gaçi u pyet nga ana e prokurisë së posaçme mbi pozitën e tij në këtë proces, nga ana tjetër është pyetur dhe Olta Xhaxhka. Tashmë duhet thënë në fakt që dhe sipërfaqja e tokës që ishte marrë në dokumente të falsifikuara dhe të fabrikuara, i ka kaluar në pronësi të shtetit, pasi ajo ka kaluar në konfiskim, çka do thotë do të menaxhohet nga Agjencia e Aseteve të sekuestruara dhe të konfiskuara, ndërkohë që një apartament i cili përdorej nga Jorgo Goro, që ishte në pronësitë e Gentian Sulës, gjykata vendosi t'ia kthej pronarit real, që është pikërisht biznesmeni Gentian Sula. Kujtojmë këtu që Jorgo Goro vjen qëndrimi në spitalin e Burgut për shkak të problemeve të tij shëndetësore, ndërkohë që ka dhe një tjetër çështje penale në burinë e posaçme, ajo e cila ndodhet në fazën paraprake. Për cilën bëhet fjalë te kjo e fundit, Edison, dhe për ta sënë vëmendje publikut, cili ishte vendimi i gjykatës për personat e tjerë të përfshirë në këtë çështje? Po, bëhet fjalë për një çështje tjetër që është akuzuar edhe kryetari komanduar Bollano, që pas largimit të Jorgo Goros, për cilin është një çështje në nënhetim nga ana e prokurisë posaçme, ende nuk ka kaluar në seancë të hapur dhe seancë publike, pra nuk ka kaluar ende në gjyqin e themelit, ndërsa janë pjesë tjerë pikërisht lidhet me sipërfaqet e tokës në zonën e Livadët. Nga ana tjetër, për sa i përket 2 personave të tjerë, të cilët kanë marrë dënim me Jorgo Goron për çështjen e parë të investitorit strategjik, nëse mund ta quajmë kështu, është pikërisht Vizir Gjikoka me 2 vite burg, që në aplikim të gjykimit të shkurtuar zbret në 1 vit e 4 muaj burg, dhe Jerasimo Basho me 3 vite burg, që me aplikim të gjykimit të shkurtuar zbret në 2 vite burg. Qartë. Mirë, Edison, unë të falenderoj shumë për detajet e përcjelluara deri në këtë moment në studio me ne, nëse do të kemi mundësi të lidhemi sërish së bashku në vijim, punë të mbarë. Ndërkohë,